Do të shohim një material nga Musnad Ahmed 16245. Ky është një shkrim që flet për Muhamedin që bën gjëra me nipin e tij të ri. Islamistët thonë që ky shkrim nuk është i vërtetë, por ata çdo gjë që nuk e pëlqejnë e quajnë gënjeshtër. Musnad Ahmed 16245 është padyshim një nga hadithet e gjetura në Musnad Ahmed dhe Mesadim, libri i Musnad Ahmedit nuk është përkthyer ende. Ky hadith që do të lexojmë është përkthyer kryesisht për shkak se është shumë, por mund të themi shumë i çuditshëm. Aty lexojmë, Muavije ka thënë, pash profetin duke thithur gjuhën ose buzët e Al-Hasanit, birit të Aliut, lutjet e Allahut qofshin mbi të, sepse asnjë gjuhë ose buzë që profeti thith nuk do të mundohet nga zjarri i ferrit. Hasani ishte nipi i Muhamedit. Këtu kemi Muhamedin duke thithur gjuhën ose buzët e nipit të tij. Dhe Muhamedi në një farë mënyrë e kishte të sigurt se nëse i thithte gjuhën apo buzët dikujt, ai person do të shpëtohej nga zjarri i ferrit. Për të qenë i drejtë, kjo nuk do të thotë se Muhamedi po bënte ndonjë gjë me nipin e tij. Thuhet se ai po thithte gjuhën ose buzët e nipit të tij. Por mendoni pak se sa e çuditshme është kjo gjë. Hej fëmijë, më lejo të thith gjuhën. Nëse të thith gjuhën, do të shkosh në parajs. Ky është i njëjti person që urdhëroi ndjekësit e tij që të thithnin gishtat e tij në mënyrë që të merrnin bekime nga Allahu. Dhe i njëjti profet që urdhëroi gratë e rritura që të lejonin burrat e rritur të thithin gjinjtë e tyre në mënyrë që ata burra nuk do të kishin më pëlqim seksual për ato, sepse ata do të ndiheshin si fëmijët e tyre. Pa dyshim që profetit të Islamit i pëlqente thithja. Por meqense se vëllimi i Musnad Ahmedit në lidhje me këtë nuk është përkthyer ende, është e vështirë që t'ia tregosh muslimanëve këtë hadith. Dhe nëse thjesht pretendon se Muhamedi thithte gjuhët e djemve të vegjël, një musliman me shumë mundësi do të mendojë se po e shpik këtë gjë. Pra, më mirë do të ishte që t'i tregoje miqve të tu musliman një hadith që është i kuptueshëm. Dhe fatmirësisht, del se kemi një hadith të ngjashëm tek Al-Adab Al-Mufrad, që është një nga koleksionet e Buhariut dhe është i disponueshëm në internet. Tek Al-Adab Al-Mufrad, në hadithin me numër 1183 lexojmë. Transmetohet se Ebu Hurajra ka thënë: Unë kur nuk e shoh Al-Hasanin pa më mbushur sytë me lodh. Kjo sepse profeti, Allahu e bekoft dhe i dhënë paqe, doli një ditë dhe më gjeti në xhami. Ai më mori dorën dhe unë shkova me të. Ai nuk më foli derisa arritëm në tregun e Benu Kainukës. Ai eci përreth tij dhe po shikonte. Pastaj ai u largua dhe unë shkova me të derisa arritëm në xhami. Ai u ul dhe unë mbështoll me rrobën e tij. Pastaj tha, ku është i vogli, më thërrisni të voglin. Hasani erdhi duke vrapuar dhe u hodh në prehrin e tij. Pastaj e vuri dorën në mjekër. Pastaj profeti, Allahu e bekoft dhe i dhënë paqe, hapi gojën dhe e vuri gjuhën e tij në gojën e tij. Pastaj tha, o Allah, unë e dua atë, prandaj duaj atë dhe ata që e duan atë. Pra, ky nuk është Muhamedi që thith gjuhën e Hasanit. Ky është Muhamedi që fut gjuhën e tij në gojën e Hasanit, në mënyrë që Hasani ta thithte. Nuk është çudi që Ebu Hurajra do të qante sa herë që i kujtohej kjo gjë. Apologjetët musliman i shpjegojnë këto hadithe kryesisht në dy mënyra. Së pari, disa apologjet musliman pohojnë se përshtyma e Muhamedit kishte aftësi të mrekullueshme dhe se, duke e futur gjuhën në gojën e djalit, ai e ushqente atë mrekullisht. Së dyti, apologjetët e tjerë musliman theksojnë se Arabia ka një klim shumë të thatë dhe se, duke e futur gjuhën në gojën e djalit, Muhamedi thjesht po i shuante atij etjen. Megjithatë vini re se nëse Muhamedi po i shuante etjen djalit duke i dhënë gjuhën e tij që ai ta thithte, atëherë edhe ajo që thuhet tek hadithet e Musnad Ahmed është e vërtetë.